Porti i Durrësit vijon të konsolidojë pozicionin e tij si nyja kryesore e transportit detar në Shqipëri, duke shënuar rezultate pozitive gjatë 11 muajve të parë të vitit 2025. Sipas autoritetit portual Durrës, volumi total i mallrave të përpunuara ka tejkaluar 3.5 milion ton, me një rritje për 6.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo përkthehet në rreth 203.000 ton mallra më shumë të trajtuara në 4 terminalet portuale të Durrësit. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 2.664.265 ton mallra importi dhe 861.370 ton eksporte, duke konfirmuar rolin e portit si një qendër strategjike për furnizimin e tregut vendas dhe njëkohësisht si korridor i rëndësishëm për eksportin e produkteve shqiptare drejt tregjeve ndërkombëtare, thekson autoriteti portual i Durrësit. Një ndikim të veçantë në rritje ka dhënë intensifikimi i importeve, të cilat janë rritur me 23.7%, duke reflektuar gjallërim të aktivitetit ekonomik dhe rritje të besueshmërisë së portit të Durrësit si qendër logjistike e rëndësishme në rajon. Edhe sektori i kontenjerëve ka shënuar performancë pozitive. Gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë përpunuar 207.655 kontenjerë, me një rritje prej 14% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në termatonazhe, në terminalin e kontenjerëve janë trajtuar mbi 1.92 milion ton mallra, që përfaqëson një rritje prej 2.9%, duke dëshmuar rritje të qëndrueshme të flukseve të mallrave të kontenerizuara. Rritje është vërejtur edhe në trafikun e pasagjerëve. Gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar 726.824 udhëtar, ose rreth 1% më shumë se një vit më parë. Sipas të dhënave të autoritetit portual Durrës, mbi 341.000 pasagjerë janë regjistruar në hyrje të vendit